Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin ton By Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Solea. Edhe sot ne do të kemi një video shumë të bukur së bashku, mami edhe Solea të dyja. Ne do të tregojmë se çfarë ka në çantën e Soleas. Çfarë merr Solea çdo ditë në kopësht në çantën e saj. Atëherë, kjo është çanta e Soleas. Edhe tani do ta hapim dhe do të tregojmë se çfarë ka në çantën e saj. Kjo është një çfarë është kjo Solea? Një Pikachu të pink me lila. Një gocë Pikachu. Gocë Pikachu është kjo? Po. Solea këtë e mban gjithmonë me vete. Kush ta ka dhuruar ty këtë? Daja. Daja, e përshëndesim dhe Dajën. Atëherë, ta hapim se çfarë ka në çantën e Soleas. Është një video shumë spontane. Sot është e njëjtë dhe Solea ka qenë në kopësht. Tani kjo është çanta siç ka ardhur Solea nga kopështi. Edhe tani do ta hapim së bashku dhe do të shikojmë se çfarë ka brenda në çantën e saj. Çanta ka një etiket ku tregon emrin dhe mbiemrin e fëmijës. Gjithsesi në kopësht secili fëmijë ka një dollap të vogël me foto me emrin e vet. Kjo është kutia e Soleas, që merr Solea ushqimin çdo ditë në kopësht. Çuditërisht sot Solea e ka ngrënë të gjithë ushqimin dhe nuk ka asnjë gjë brenda. Nuk është gjithmonë kështu, ka ditë që e ha të gjithë, ka ditë që le gjysmën e ushqimit, ka ditë që nuk ha fare, varet. Domethënë, po çuditërisht sot e ka ngrënë të gjithë ushqimin. Jam shumë e lumtur. Ishte shumë e mirë sot ushqimi? Të pëlqeu? Atëherë unë do ta tregoj edhe për ju sepse kam bërë edhe një foto se çfarë kam vendosur sot në mëngjes në çantën e Soleas. Në mënyrë që ta shikoni, kjo është boksi i Soleas sot në mëngjes, kur është përgatitur. Atëherë Solea ka patur sot me vete disa copa të vogla trangulli, mandarin, një gjysmë banane, edhe një brecel, një bukë të tillë. Këtë ka patur Solea edhe ka ngrënë sot të gjithë ushqimin që ka pas me vete. Tani këto janë, nuk e di, janë disa libra që Solea i ka vendosur në çantën e saj, janë edhe 2 libra të tjerë këtu. Zakonisht kur zgjohet në mëngjes dëshiron të marrë edhe diçka me veten në çantën e saj, edhe sot ka vendosur rastësisht të marri këtë librin. Çfarë libri është ky, mami? Ku me mamin e saj ku gaton. Që gatuajnë, po. Ka vendosur të marri këtë librin, rastësisht ndër shumë libra që ka aty, ka kapur këtë librin. Atëherë tjetër, po. Tregoje Solea çka ke tjetër? Këtu ka që shumë gjëra por shkollë. Do një që për shkollë të madhë, do jam që ka madhë. Po, në fakt ky... Jam edhe që ka madhë, që ka për shkollë, edhe kështu me kokë. Atëherë, ky është një libër në fakt nuk është për moshën e Soleas. Solea po mundohet të lexojë në gjermanisht në bazë të figurave që ndodhen aty. Të shikojmë se çfarë ka tjetër. Ka vendosur edhe dy libra të tjerë. Na e trego pak se çfarë janë këto libra të Solea? Kjo është një blok i vogël. Ka shumë gjëra, këto e ka bërë. Po, i ke bërë ti? I ka bërë Solea bashkë me ndihmën e mamit. Solea ka shumë qejf të vizatoj, të ngjyros, të mbaj shënimet e saj, shkruan, vizaton aty edhe thot sipas shënimeve që kam këtë gjë për të bërë ose më pëlqen të bëj kjo gjë. Siç është ky libri për shembull, që fëmia mund të shkruaj këtu. Edhe një libër tjetër, siç thash, ka zgjedhur rastësisht disa libra dhe i ka vendosur sot në mëngjes në çantë. Ndonjëherë ka dëshirë të marrë disa kukulla me vete, ndonjëherë libra, ndonjëherë nuk do asnjë gjë me vete. Varet domethënë sipas ditës se si zgjohet Solea në mëngjes. Dua të them edhe diçka, por një ditë në javë fëmijët në kopshtin e Soleas mund të marrin edhe një send me vete
një kukull ose një send që ata kanë të preferuar dhe mund ta marrin me vete në kopshtin e tyre edhe të luajnë atje një ditë të caktuar të javës. Të shikojmë se çfarë ka futur edhe një lodër të vogël, rastësisht edhe kjo në çantë. Çfarë është kjo, mami? Një drink me strawberry. Një drink me strawberry. Kjo është një vizatim që ka bërë Solea sot e kopshti. Po, tu lexon Solea, mama dhe Bruda. Edhe një zemër që ka bërë Solea. Ky është Bruda, Solea Svesta, e mama. Mama, bravo. Ta tregojmë pak edhe te kamera? Ky është vizatimi që ka bërë Solea sot e kopshti. Ky është me Solea dhe unë jam edhe unë Solea dhe ky është Vlaj. Dhe finitin e këtu është ky Solea. Unë kam ruajtur një dosje të vogël me të gjitha vizatimet e Solea. Që ka edhe një djatë bebe këtu brenda, nuk e di se që kur ka këtu, nuk e di se si ka përfunduar këtu Solea. E ke hedhur ti aty brenda. Pse nuk doje ta haje? Sot nuk dua ta shkoj të beba në kopshi. Nuk doni ta shikonin ata që e kishe titi, nuk doje ta haje, e ke futur aty. Solea. Po këtu te ky xhepi i vogël çaketi, po këtu anës? Një gjatë. Një palçorape, po këto janë të palara. Kam çik një gjë këtu. Një gur, ka vendosur Solea një gur. Her pas here ka qef marri me vete gura që gjen, ose lule, thot dua t'i marrë të shtëpia. Do të shkëgjë lule këtu. Do të vizatosh te guri? Po. Prandaj, okay. Një listë floku i Soleas, edhe te ky xhep i vogël, se di fare çka ka. Që ka edhe një vizatim tjetër në xhepin e vogël të çantës së Soleas. Siç thash edhe më përpara, ka shumë vizatime, letra të tilla që ne i marrim çdo ditë nga kopshti. Edukatorët i ruajnë dhe na japin çdo ditë me vete vizatimet që bën fëmia me kopësht. Siç e shikoni, nuk ka më asnjë gjë në çantën e Soleas. Ky është edhe vlogu jon i radhës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer të gjithëve. U kënaqen ti Solea? Po. Nëse edhe ju jeni kënaqur po ashtu si unë edhe Solea, ju ftoj të bëni të gjithë një subscribe edhe një like, gjithashtu edhe një koment në videon ton. Kjo na ndihmon shumë që ne të bëjmë video të bukura në vazhdim. Unë dhe Solea ju falenderojmë nëse e keni parë videon deri këtu. Mos harroni të klikoni dhe të bëni subscribe, like edhe koment. Ju falenderojmë dhe do të shihemi sërish në video. Dëshirem në subscribe. Do shihemi sërish në videon e radhës. Mirupafshim.